Nga 12 shkurti deri më 1 mars 2026, pjesa e mbetur e shkurtit ka atë ndjesinë po ndodh diçka, por jo me drama të kota, me sinjale të vogla, vendime të shpejta dhe kthesa të lehta që të çojnë të një version më i qartë i vetes. Disa do mbyllin një cikël, disa do hapin një derë të re, e disa do kuptojnë që dera ishte hapur prej kohësh, thjesht s'kishin guxim. Lexoje si këshill praktike, mbaj shënim çfarë të ndez, çfarë të shteron dhe kush po të kërkon me vetëm 5 minuta çdo ditë. Dashi, pjesa e mbetur e shkurtit të gjen me motor ndezur, por tani po mëson ta drejtosh, jo ta shpenzosh. Një mesazh ose takim të tregon kush të respekton dhe kush do vetëm energjinë tënde. Në punë, mos hyr në garë egoje, zgjidh një objektiv dhe mbylle me detaje. Në dashuri, thuaj qartë çfarë pret, pa ultimatum. Nëse je vetëm, bëj hapin i pari. Trupi kërkon gjumë, ujë dhe ecje, jo kafe të tredh. Një vendim i vogël për shtëpinë ose makinën të kursen para. Mos i thuaj po ftesës. Demi deri më 1 mars kërkon siguri, por dita të sjellë ndryshime të vogla që të bëjnë më praktik. Mos u kap pas zakonit vetëm se është i njohur. Financat duan plan, ndalo shpenzimet e vogla që si ndjen, por të hanë buxhetin. Në familje, një bisedë e qetë zgjidh një keqkuptim të vjetër. Në dashuri, mos e mbaj inatin si suvenir, fol dhe lëre. Kujdes stomakun dhe qafën, sidomos mbrëmjeve. Në punë, kërko qartë pagesën ose kushtet, sepse dikush po teston durimin tënd. Merr frym thellë, pa u nxituar. Binjakët, fundi i shkurtit të sjell lajme të shpejta dhe shumë zëra rreth teje. Zgjidh cilin dëgjon, se jo çdo këshill është për ty. Një ide e thjesht mund të kthehet në projekt, nëse e shkruan dhe e ndan me personin e duhur. Në dashuri, humori yt fiton, por mos e përdor për të shmangur bisedat serioze. Financat përmirësohen kur ndalon blerjet impulsive online. Shëndeti kërkon pushim për mendjen, më pak ekran, më shumë ajër. Një mik i vjetër të kërkon ndihmë, bëj vetëm sa mundesh. Mëso të thuash jo. Gaforja, këto ditë ndjen veten më të ndjeshëm, por kjo nuk është ndopsi, është radar. Një situatë në shtëpi ose në punë kërkon që ti të flasësh, jo vetëm të përtypësh. Në dashuri, mos prit që tjetri ta kuptoj humorin tënd me telepati, thuaje çfarë të mungon. Nëse je vetëm, një njohje vjen nga një vend i papritur, ndoshta përmes një shoku. Parat, ruaj një pjesë, edhe pak. Trupi do ushqim të ngrohtë dhe gjumë të rregull. Mos e merr personalisht, disa njerëz janë thjesht të lodhur. Ec pak. Luani, pjesa e mbetur e shkurtit të vendos në qendër, por këtë herë jo për duar trokitje, për rezultate. Një njeri autoritar mund të sfidojë, përgjigju me qetësi dhe fakte. Në punë, mos u shpërnda në 10 plane, zgjidh 2 dhe bëj i perfekt. Në dashuri, po kërkon vëmendje, por jep edhe ti atë që kërkon. Një gjest i vogël bën më shumë se fjalët. Financat, mos u trego bujar për të dukur. Kujdes shpinën dhe lodhjen. Në fundjavë, dil me njerëz që të duan pa kushte. Bëj foto për kujtim. Virgjëresha, këto ditë ti rregullon gjithçka, por mos harro veten. Fundi i shkurtit të sjell një detaj që të shpëton nga një gabim i madh, sidomos në dokumente, punë ose marrëveshje. Kontrollo 2 herë, por mos u bëj paranojat. Në dashuri, kritika e butë është ok, por mos e kthe në listë gabimesh. Nëse je vetëm, dikush të pëlqen sepse je i qetë, jo sepse je i perfekt. Shëndeti, tretja dhe lëkura reagojnë ndaj stresit, relaksohu. Bëj një pastrim të vogël në shtëpi, heqja e tepërtës të qetëson. Mos u ngarko. Peshorja, deri më 1 mars po të kërkohet të zgjedhësh, jo të rishikosh pafund. Një situatë me miq ose partner kërkon kufi të qartë. Ti si e përgjegjës për humorin e të gjithëve. Në punë, një bashkëpunim mund të hapë derë, por vetëm nëse ti flet për vlerën tënde. Në dashuri, romantika rritet kur ti je i sinqert, jo kur bën sikur s'të intereson. Financat, rregullo abonimet dhe shpenzimet e fshehta. Shëndeti, gjumi është ilaçi yt. Një dalje e thjesht, pa shumë njerëz të rikthen buzëqeshjen. Thuaj po vetes sot. Akrepi, fundi i shkurtit të sjell intensitet, por tani e përdor si forcë, jo si dram. Një sekret del në dritë ose ti kupton diçka që s'të është thënë troç. Mos u hakmere, përdore informacionin për të mbrojtur dhe për të marrë vendim të pastër. Në dashuri, pasioni është i lartë, por mos i kontrollo të tjerët nga frika. Në punë, një ide e guximshme të jep avantazh. Financat, shmang borxhet emocionale. Shëndeti, uji, detoksi dhe pak qetësi. Mbyll një çështje me para që të mos të ndjek në mars. Shigjetari, pjesa e mbetur e shkurtit të frymëzon të lëvizësh, të udhëtosh ose të ndryshosh rutinë. Edhe një shëtitje e gjatë të pastron mendjen.
Në punë ti shef pamjen e madhe, por mos haro afatet, vendos alarm dhe mbyll punët që lë pezull. Në dashuri, sinqeriteti yt mund të therr, prandaj zgjidh fjalët me humor, jo me sarkazëm. Financat, mos shpenzo për të shpërblyer pas stresit. Shëndeti, kujdes gjunjët dhe sportet e nxituara. Mi udhëtim i shkurtër ose kursiri të ndes, po e shtyje sepse ke frikë gabimi. Britsjapi, këto ditë po ndërton diçka serioze, edhe kur të tjerët mendojnë se je thjesht i ftohtë. Fundi i shkurtit të sjell përgjegjësi, por edhe respekt, dikush më në fund e shef punën tënde. Në punë, negocio pa frikë, pije ke meritën. Në dashuri, hiq maskën e fortë dhe trego një anë të butë, kjo afron, nuk dobëson. Financat, është koha për kursim dhe për një pagesë të prapambetur. Shëndeti, kockat, gjunjët dhe qëndrimi kërkojnë kujdes. Fjalët e pakta sot vlen më shumë se premtimet të mëdha. Planifiko, vepro. Ujori, pjesa e mbetur e shkurtit të sjell ide të çuditshme që funksionojnë, por vetëm nëse i kthesh në hapa konkret. Mos u kënaq me ndo e bëje sot një gjë të vogël. Në miqësi, dikush të kërkon më shumë prani dhe më pak shtukje. Në dashuri, befasit janë të bukura, por mos e testoni tjetrin me lojra. Financat, mund të vinë një shans i ri, por lexo kushtet. Shëndeti, nervat janë të lodhur, bëj pushime të shkurtra, frymëmarrje dhe muzikë. Ndrysho një zakon të vogël, efekti vjen shpejt. Peshqit, këto ditë intuita jote është si drip në mjegull, prandaj mos e injoro. Fundi i shkurtit të shtyn të mbyllësh një kapitull emocional, një kujtim, një person ose një premtim që s'po të shërben. Në punë, kreativiteti të hap derë, sidomos nëse tregon portofol ose shembuj. Në dashuri, mos u sakrifiko për të ruajtur paqen. Paqja pa respekt s'vlen. Financat, bëj listë dhe mos i beso, do dalin vetë. Shëndeti, ujë, gjumë dhe pak det i bëjnë mrekulli. Një telefonat me njëri të besuar ul ankthin. Mos u izolo. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!